Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam Seyyidina Muhammeden ve ala ali sahabe necme'in. Men iteba Allahumme yawmiddin. Thumma amma ba'd. Pra sicil vllazën xhamat, vllazën besimtar, hamdi, falimderimi, lavdërimi i takon Zotit pa shoq. Ai sonte që na meritoi në këtë mes, në këtë vend. To minuta shkurta, inshallah Teala, e lutum Allahun Teala, Allahu me qenë rëzin e mesin ton, inshallah, Allahu nasip me Allah. Kurse si gjithë shumë salavat suprem, dukatori festa me Muhammed Mustafas, wassalatu wassalam, i shokët e ti bujar, besimtar sinqert, që e njekin dhe të njekin këtë rrugën e drejtë deri në ditën e Kiametit. Amin, ja Rabbel Alamin. Ju përshëndes me selam, paqe. Këtë vllazën e mesin ton, inshallah Teala. Wassalamu alaikum rahmetullahu barakatuh. Vllazën, kemi marrë një temë, inshallah Teala, sonte minuta shkurta. Një temë që shumë është ati pozitiv për çdo një vlla ose motër besimtare. Për ata besimtarë që Allahun e adhurojnë, për ata besimtarë që Allahu Teala as bedat kufër shis si bojnë, për ata besimtarë që çdo kërkesë ndihmë vetëm pi Allahut kërkojnë, për ata besimtarë që çdo urdhë Allahu Teala farz obligim me rati, me bujarim vend e çojnë, ata e kuptojnë ku është hajri, ata e dinë ku janë sevapet e merita. Po e lutim Allahun Teala, inshallah Teala, to ajeta shkurta, to hadithet e pejgamberit wassalatu wassalam, e lutim Allahun Teala, inshallah, që i trukit në zemrat e tyre, edhe ju kthejnë Allahu Teala me shpirt e me zemër, e punojnë çdo urdhë, çdo farz e shojnë aty kush Allahu razi, inshallah ya Rabbel Alamin. Tema e sonte të vllazën do të bëjmë inshallah është një temë shumë aktive, pozitive, thamë pare, me çka do të shkojmë te Allahu subhanahu wa taala. Që të lashe, që të gale, që të dert, me pa çdo njeri, çdo mumin, e çdo besimtar. Misli ka përsy kot orët e ditë, e javët, e mujtë, e vjetë. Se çdo orë që ka përsen kot, kena morën pyetje në ditën e gjykimit. Po sot njerëzit e ka përcjell ditën natën kot, Zoti na rujt, muhabeta qarta, fjalë të ndyta, nuk kanë kujdes që ik namazi, nuk agjërojnë ditë e hunë të ejte, nuk bojnë në i hajrat në sadaka, e ka përcjell në qatë mes, qatë vend ku nuk është Allahu Teala razi, Allahu na rujt. Pra, kjo temë, me çka do shkojmë te Allahu subhanahu wa taala, çdo një vlla ose motër besimtare, kur e fal namazin e sabahit fajr, e bëni pyetje vetvetit. E me thonë, o Zot, ma dhe shnetën, ma dhe bashortën, ma dhe evlat, ma dhe banesën. Tonat mirë të dyjas më dhe, unë si robët, çka kom pregadit, ose që kem të pregadit, kur dalë para Allahut në ditën e gjykimit. Pra, me pregadit punë të mira për shpirtin ton, me pregadit punë të mira që Allah me të pështupi zjarë në xhenemit, o vlla e motër besimtar. Se kjo botë shumë është e shkurt, që shka thonë pejgamberi wassalatu wassalam, kjo djeja i ka 3 ditë. Dje, sot, nesër. Dje kush ka fal, kush ka fal, mbyll deri. E sot, strungoju mos e le për nesër, se nesër nuk është në dorën tonë. Nesër është shumë vonë. Nuk e dim se kemi fal namazin e sabahit. Pra, ai mërçmi, tham pare, e kupton ku është shpërblimi mrita se vapit. Kontribon, grumbullon,
se vape e punë të mira. Transmeton Enes ibn Maliku radiallahu anhu, zbashku me Sabin ibn Edi radiallahu anhu, që kanë përshkruajtur hadith Buhari Muslim, që ka thonë pejgamberi wa salatu wa salam. Shumë hadith aktiv për ata besimtarë që janë sinqert. Që ka thonë pejgamberi wa salatu wa salam, në mesin e juve është më i miri ai i cili e përkujton vdekjen e vet sa më shpesh dhe përgatitet sa më shumë. Një njeri, një besimtar, një musliman sinqert, që din që ka me vdek ka më bo gjenaze, nuk i shkojnë orët e ditë kotë, po i shkojnë me avdes, i shkojnë me fjallët e bukra, e fjallët e mira, e falë namazi, edhe çdo urdh me knatësi, me ratim, vend e qënë. Merë pjesë të e vlla besimtar që ka qenë smut më lutje dua, merë pjesë në kushit që ka vdekur kush në gjenazë namaz, i rrin gati kushia mos pi hinder hak, e kështu të merren punon punë të mira. Pra, e përkujton vdekjen e vet sa më shpesh, përgatitet sa më shumë. Përgatitja sa më shumë që tojmë sadaka, zakat, hajrat, namaz, agjirim, fjalët e bukura, fjalët e mira, i thamë pare. Pra, të shpjegojmë inshallah një rivajet, që ky rivajet thamë pare. Shumë është ati pozitiv për ata besimtarë që janë sinqert. Ka qenë një sahabi me emrin pitabinave, me emrin Yahya ibn Estrem, rahimullah. Edhe kur ka vdek, shoku i vetë e ka pa nëndër, vllazën xhamal, vllazën besimtar. Kur e ka pa vlla vet nëndër, Allahu Teala për thot Ebu Yahya me shkam ki ardh. Fjala shumë me runë, vllazën xhamal, vllazën besimtar. E çka do të shkojmë në atë Allah? E kemi që të gali, që të lashe. Ose që kemi të përgatit për shpirtin tonë. Sa jemi për që dim, për që të fe, jemi të edhon kontributin tonë. Allah i tha, Yahya ibn Estrem, Yahya me shkam ki ardh. Yahya ibn Estrem, rahimullah, ju përgjeq, tha, ja Rab, o Zotë i madh, komar me nimi hatme. Komar me nimi hatme. Vllazën xhamal, vllazën besimtar, so ata kanë lezu Kur'an para mendoni. Ndish nona ja bona një hatme edhe u kry. Ndish baba ja bona një Yasin edhe u sos. Jo vllazën, jo. Ja Rab, komar me nimi hatme. Allahu Teala tha, Yahya tha, nuk të pështojnë. Shumë pak. Sa pineve lezojnë Kur'an natën, sa pineve falin namazin e natës, sa pineve agjërin ditë e honë e tejtë. Ka kemi që të gade, që të lashe, veshman njerës Zotë i narujt me të metet e huja. Qim qodë sabah e po që ka bu në televizion. E ki po filoni e pat filoni. Me po që dërë shumë mirë konë, që çdo orë që ka përsen këtë, kanë më përgjegjë para Allahut në ditën e gjykimit. Yahya ibn Estrem, rahimullah, tha, ja Rab, komar tha me nimi hatme. Allahu Teala tha, Yahya tha, nuk pështoj, nuk jom bo. Atëre Yahya ju përgjegjë tha, ja Rab, komar me 60 haqë. 60 herë në jetën e vetë ka shku në haqë. Prej Babilonit, në Mekë me devë. S'ka shku me aeroplan, s'ka shku me makinë, s'ka shku me ballon, ka shku me devë. Vjet për vjet. Sot haxhiet shkojnë një herë edhe usos. E kanë kry haxhin edhe rrin rahat. Ky ka shku 60 herë, para mendoni vllazën xhamal, vllazën besimtar. Pi Babilonit me devë në Mekë. Allahu Teala tha, Yahya tha, nuk jom bo. Pak. Një tjetër rivajet, Ömer el-Hatabi radiallahu anhu, kur shkoj me falë gjumun me kom të vetën në Medine, kur dul jashtë xhamis,
përvëndoj namazi, unë shtë një guri e po kotë, për nëzën gjumi. I thanë shokët ti tha, ja Ömer, tha, po flenë, tha, po, tha s'ki fletë sa të natën, jo, tha, nuk u dhe tha me fletë sa natën, se me bu me fletë sa natën, i hi tha hak vetë veti. E qka bon natën i mërë, tha fali namaz natën. Tash, me bo një pyetjes bashkë me ju, sa falin namaz natën? Ha? Mu qu për hitë Allah, bismillah me marë avdes, e me mujtë me quve bashkërtën, e tretën histë natës mu qu e me falë namaz natën. Me bo si një obligim, si fars, 8 rekat, që shka falë pejgamberi wa salatu wasalam, ose 4. Umeri, radiallahu anhu, tha,